أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të madhreshëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Atë e falëndërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelalu. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sot me lejen e Zotit të madhreshëm do të fillojmë me I përmend një 3 cilësi, çështje negative të cilat I ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse kemi thënë në fillim të këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit me I bë 3 gjëra dhe na porosit me u largu, me distancu prej 3 tjera. Pejgamberi sa na ka thonë këtë hadith, siç e transmeton Ebu Huraira, thotë ju porositi që ta adhuroni Zotin e madhreshëm dhe të mos I bëni shok atij. Dhe ne muslimanët e kemi të qartë këtë çështje. Largohemi prej çdo gjëje e cila e dëmton besimin, lidhen me Zotin e madhreshëm. Dhe ikmi prej kufrit, prej shirkit, sa më shumë që është e mundur në jetën e kësaj bote, sepse ai I cili e njollos besimin me gjëra të këqija, faktikisht ai del prej perimetrit të Islamit dhe shkon te Zoti I madhreshëm me besim gabun. Por pejgamberi sa po thot, adhuroni Allahun një dhe mos I bani shok. E dyta thot, ka puni për litarit Zotit madhreshëm. E litarit Zotit madhreshëm e kemi shpjeguar është të bëj fjalë për Kur'anin, për mësimet që jep Kur'ani familjarët. Dhe e treta thot, ju porositi që ti respektoni ata të cilët I zgjedhni për t'ju udhëheq, të mos I tradhtoni dhe ti mbështetni në rrugët e mira të jetës. Dhe tash po ndalemi te pjesa tjetër e hadithit që I ndalon 3 gjëra. Thot ky shok I pejgamberit Ebu Huraira, thot e kam dëgjuar pejgamberin duke thënë se ju ndaloj të I bëni 3 çështje. E para thot, qile wa qal, thot largohuni, distanconi prej thashethëmeve. E para. E dyta wa kathrati sual, largohuni prej pyetjeve të këqija, negative, të pakuptimta, dilemave të parësyshme. Dhe e treta thot Rasulullahi, ju ndaloj që ju të e keq përdorni pasurinë në jetën e kësaj bote. Kthehemi vëllezër të dashur te çështja e para, për ndalesa e parë, largohuni prej thashethëmeve. Vëllezër, jeta e kësaj bote është reale, është e sinqert. Dhe nuk ja vlen që në këtë dunjë njeriu me ngarku veten me opinione të gabueshme, me gjëra të cilat janë të paargumentueshme. E sidomos kur bën fjalë për shembull për etikën, moralin, sjelljen. Pse duhesh me pas qëndrim për diçka të bazuar në fjalë të kota të njerëzve? Pse duhesh me kriju bindje për diçka të bazuar në fjalë të kota të njerëzve? A e dini se sa e bukur është kjo jetë kur shlirohesh prej fjalëve, prej ngarkesave të bote, prej fjalëve të këqija të bote. Jeta bëhet reale, shijohet. E pejgamberi sa po na thot, largoni prej fjalëve I thash I ka thonë kështu në radhë.
Sepse po t'ish ndërtu bota me fjalë, me gënjeshtra, s'kish ekzistu kjo botë. Po t'kish qenë gënjeshtra, ose fjala pa argumentune, argument për opinione të ndryshme tjetës, sigurisht se kjo botë nuk kish ekzistu gjatë, për shkak se kish përfundu, sepse gënjeshtra i ka rrugë të shkurtra. Pra Rasulullah po na thot, distanconi prej fjalëve ka thani, kish thani kështu me radhë. Vëllezër, është një numër i madh i ajeteve në Kur'an që Zoti i Madhërisht na ka shpjeguar edhe na ka tregu se cilat janë pasojat e fjalës jo të vërtetë. Dhe se ku përfundon jeta e njeriut me thënie të gabune, me fjalë gabune. Ku mund me përfundu jeta e njeriut me fjalë gabune? Me fjalë të gabuara, me fjalë pasakta, njeriu mas pari shkatron konceptin e jetës. Do me thonë, nuk e ka të qartë rrugën e jetës vetë. Me fjalë të pakjarta, me fjalë jo të argumentune, njeriu krijon opinion të gabushëm për familjen. Me fjalë të gabuara, njeriu krijon opinion të gabushëm pastaj edhe për bashortën, për fëmin, për kujshien, për mikin, dashamin e shumë radhë. Pra është një zinxhir i gjatë i shkatrimit e cila fillon me një fjalë të pasakt. Edhe pastaj krijohet një verzion i gabum i jetës në jetën e kësaj bote. Dhe ky verzion i gabum i kësaj jete, e dini ku çon vllai dashur. Sepse kjo jetë që ta keni të qartë. Kjo jetë vëllezër e ka një fund. Kjo jetë e ka një fund. Dhe fundi i kësaj jete është ndalet në dy tabore, në dy stacione. O ka me përfundu në xhenet, o ka me përfundu në xhenem. S'ka mesatare tjetër. Jeta është një trak e cila nuk thesh mrapa ma, por që e ka një fund. E njeriu në fund të jetës nuk ka mundësi me mbet në ambiguitet, që thonë me mbet asani. O ki më kanë banori xhenetit, o ki më kanë banori xhenemit. E fjalët e kësaj bote, fjalët e këqija, opinionet e gabueshme për jetën, çojnë drejt rrugës së shkatrimit. Dhe në ahiret, siç ka ardhur në jetë në Kur'an, Allahu thot njerëzve, pse jeni në xhenem ju? Tu, Allahu e din pse janë, po i pyet. Një prej përgjigjeve, 3 përgjigje në fakt kanë më dhënë banorët e xhenemit, sepse ai është i gjatë. Një prej përgjigjeve kanë më thënë, kunna nekhudu me al-khaidin. O Zot, jena në xhenem sepse se kena rujt gjuhën, i na marrë me fjalë kota dunjas. E fjalët e kota të dunjaje ne kam pru neve këtu. Mos mendon dikush që del prej gojës ti në fjalë e që s'ka më arani me dhënë llogari para Allahut xhelle wala. Mos mendon dikush, mos mashtrohet dikush me thonë diçka në jetën e kësaj bote e mos më ta arani me dhënë llogari para Allahut xhelle wala. Dhe siç ka thonë pejgamberi në hadith, më së shumti që në ahiret dështojnë në urë të siratit, dështojnë ata të cilët kanë pas gjuhën e keqe. Sepse gjuha e keqe i prishe veprat e mira. Fjalët e këqija kanë më t'i prish fjalët e mira, punët e mira. Dhe kur del në sirat, me dhënë llogari para Allahut xhelle wala, të fjalët e këqija kanë më të peshu begi shumë. Dhe ti ke me humb një numër të madh dhe sevapeve për shkak të mos kujdesit të gjuhës. Dhe sidomos kur po flasmin kohën tonë të dashur vëllezër. Gati se 80% të fjalëve të ditës i kemi jo të sakta. Wallahi me i pas të sakta edhe do të më tutje që me shku te Zoti i Madhërisht, jo se mbi 80% të fjalëve që i bëjmë gjatë ditës janë të pasakta. E ngarkojna barën pa nevojë hiç. Por këtë arsye Resulullah po na thotë, o ju njerëz, vallahi kjo jetë është e mirë, e bukur. Mos e ngarko me gjëra të këqija. Se del prej së bote nuk e shijon. Jo me kaç, por vjerani dhe jep llogari për veprat e këqija. E tu fillu prej fjalëve. Vëllezër, ka ardhur një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah,
kallëzom, ka thonë, qysh me shpëtu nesër, natën e vorrit, dhe qysh me shpëtu në ahiret, në Siratit. Pejgamberi sa mi ka thonë me dy fjale ka përshkru shpëtimin. Ka thonë, imsik alejke hadha, thot, shtrëngua mirë gjuhën. Mirë me puntua, edhe largohu për punëve të këshia, një tjerve, thot, keme shpëtu në ahiret. Ama starti është me pas kujdes çka po flet, çka po buron për fjalës tone, ku më rinë ajo fjalë, ka e ke marrë atë fjalë që ti e përhap në për njerëz, i bash argat keqes pa argumente, e kështu me radhë. E di që është kjo punë, vëllezër, me ngarku vetin me gjunohë në shtëpi, tu në shtëpi. Se ma mi në shtëpi, ti me hap gjinëllogarin e punëve të këshia, tu fol gjanat negative për njerëz. Ose tu shpërnda dezinformata kështu me radhë. Dhe mos harroni, të kthejme të ajetin Kur'an. Allahu Gjelle Gjelalu ka përmend Kur'an se gjenemi ka emna. Dhe një prej emrave të gjenemit për më të tranëve, më të vështirëve që ka përmend Allah në Kur'an, është sekar, i thonë në arabisht. Allahu thot, ma selekekum fi sekar, ju thot njerëzve, kush ju prunin këtë gjenem, ka shtkeq. Përgjigja janë 3. Njëna për të është, o Zot, e pas mi dhejës vetë zjarë me gjenemit me fjalë këshia që i bote. Na vetë kësh mi ba, e pas mi dhejës këtë zjarëm me fjalë të këshia të jetës e kalua, të jetës e bote, kemi në Zotë. Pra mos në ndonë dikush se është e thjesht kjo jetë dhe nuk ka përgjësi. Përgjësia është e madhe për Allahu Gjelle Gjelalu, pra për në thotë pejgamberi sa ju ndaloj që të mireni me më tash e theme, tha ky, tha ai, kishton ai, kishton ky, pse duhet më marr me jetën e tjetrit? Çka të hyn në punë jeta tjetrit? Pse duhesh me harxhu energjinë me gjëra të që s'takojnë ty? Edhe s'është punë jote kjo. Pse mos kthehemi në normalitet? Të jetojmë dinitet shumë. Kur të flasmi pak. Edhe kur të flasmi me vërtetën. Veç ka e sakt. Jo të miremi me gjana. Vëllezër, keni pa në hutbe, janë 3 ajete që i lexojnë në vazhdimsi, sepse kështu i ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 3 ajete i lexojmë në hutbe. Një prej ajeteve që lexojmë në hutbe, Allahu Gjelle wa Ala thot, ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun azza wa jall, wa qulu qawlan sadida, dhe thoni vetëm fjalë të vërteta. Kaq ka rëndësi kjo thirrje pe Zotit Madhreshëm, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën ligj për ta filluar hutben me çet fjalë. Që mi ka dhënë njerëzve se sa ka rëndësi fjala në jetën e bote. Është transmetuar një ditë prej ditëve prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili njëri prej shokëve tregon, thotë kemi një farë ushtime. S'ku thonë murmurim, s'ka murmurim. Ushtime madhe. E thotë ish mi ul me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberit ju ndryshu fytyra. Sa e dinte mirë se ligji i Allahut është mbi gjitha. E tha ja Rasulullah, e ndëgjum një farë zhurme, çka ke? Në tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, më tha një melajke, pe kur u kriju dunjaja, xhenami e deri tash me mia vjet, thot ka sharrut e poshtë një lloj guri në xhenem. E ku shon thot ky xhenem, ky veni ku është? Pa na tha Rasulullah, kështu do të sharrojnë në xhenem ata të cilët se kanë korrigjuar gjuhën jetën e botës. Qysh vëllazni është e mundshme çdo ditën fjalë banale? Çfarë etike mund me kanë kjo? Çfarë modeli i bisedë mund me kanë kjo? Çdo tretën fjalë banale. A mund me mendu në me thonë mirë, ku jam drejtuar? A jam njeri unë? A do të mi pas vëllazni na musliman do rregulla bën këtë jetë? Qysh beshan njerin familjen, aty e ka gruën, rejen, qikën, motrën, vllavin, mikën,
Qysh? Pse vish na shqiptarë çdo dytën fjalë banale? Na jemi musliman më vëllezër. Qysh me bisedu masanena? Qysh me dialogu masanena kur të parën fjalë e kena tron, e tëre çka me bisedu më mas së fjalë? Çka me zgjidh më përmes dialogit, bisedës me radhë? Ama mos mendon dikush se është e thjeshtë kjo çështje. I vjen momenti dhe jep llogari për Allahut xhelle wala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ai i cili beson Allahun dhe beson ditën e gjykimit, ditën ku ka më dhënë llogari, thot ose le thot fjalë të mira ose le të hesht. Nëse është patjetër me fol me fjalë të mira. Fol me të vërtetën. Thuaj të vërtetën. Nëse është patjetër me fol. A nëse s'është patjetër me fol, hesht më mirë. E kur s'u ne thu të vërtetën, bëhet obligim heshtja. Kur s'u ne thu të vërtetën, e ki farz me hesht. Nëse don me shpëtu veten. A e shef një vëllezër na jemi këtu bashk. Asnjëri nuk ja dim historinë e tjetrit. A më një ditë vetë këna me dalë në përgjësi para Zotë Madhrishëm. Vetë kënë me hinë që finë. Edhe me që ato që ke jetu një të këse bote, si apën llogarima për ty. Për këtë arsye vëllezër, nuk përmisohet gjendja, etika e një shoqërie pa u përmisu fjallori. Nuk përmisohet biseda, nuk arrijen qëllimet e mira, pa e përmisu fillimin. E fillimi është fjala mirë. Fillimi është mënyra që flasim me zveti, me konsiderate të lartë e kështu me radhë. Allahu xhelle wala, krijuesi, kur e ka thirrë pejgamberin, e ka thirrë me emër të mirë. Që ka dalë këto njerëzve se kur të folni me njerëz, gjanja ka një mënyrë të mirë të komunikimit. E pasaj ma vonë ka ardhur në shprehje në përgjumë të ndryshme, zotëri, zojnë, ku e di çka. Allahu e ka obligu njeriun. Edhe kur i ka thonë me lajkeve me komuniku me Ademin, ka thonë përshëndetne të dërguarin Allahut. Me epitet. Sepse në shariatin Allahut azza wa jall nuk ka vend fjala keqe. Sepse mas fjalës keqe, çka do që të flasmi seriozisht, nuk ka më serioze atin. Kur gjë më bereqet në të bisedë nuk ka. Fare. Dhe s'ka rezultat. Për këtë arsye ne jemi musliman dhe duhet ta rregullojmë komunikimin, duhet ta përmirësojmë, ta korrigjojmë mënyrën se si komunikojmë me njerëz, të distancohemi prej atij hamarit të madh të thashethemeve të popullit dhe të mos krijojmë verzion të jetës të gabuar për njerëz, për familje, për shoqëri, nesër për shtet e kështu me radhë me fjalë të gabuara. Por të jemi të saktë, sepse fundit çdo fjalë që del prej gojës, një ditë prej ditëve ka më në ardh momenti dhe kena me dhënë llogari para Allahut xhelle xhelalu. Vëllezër e dashur, dhe po përfundoj, ku të çon fjala mirë dhe ku të çon fjala keqe. Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot fjala mirë, thot sjell mirësinë këtë botë. E mirësitë e kësaj bote të afrojnë te Zoti i Madhrishëm. E afrimi me Zotin e Madhrishëm ta garanton xhenetin. E kundërta, thot fjala keqe, të hidhron me Zotin e Madhrishëm, të parandalon për të mirave se bote. Dhe një ditë për ditëve të përplas në humner. Se kjo është zinxhir. Mos mendo me përmisu fundin nëse fillimi është i keq. Sepse njerëz kanë më të vlerësuar në fillim që shfol. Jo në fund. Nëse ti jep përshtypje negative në fillim, atëherë çka më bisedu më? E kjo është zinxhir. A di pse po i them vëllezër të fjalë, sepse vallahi të vjen gjënabër kur ti sheh njerëz çfarë niveli janë. Dhimën. Çish është e mundshme vëllazni? Trije, pleqe, plaka, ku di çka fjalorin negativ në familjet muslimanit. Kush po na mëson, kush po na jep këtë edukat neve muslimanëve? Kush po na jep?
Për këtë arsye thotë Resulullah, pe gjanave që urren Allahu dhe pejgamberi është thashë themet. Pse duhet me pasuruan, thojza, jetën tonë me fjalë tuaja? Pse duhesh me i thu ushimin që janë familje me fjalë tuaja? Edhe një vëllezër që në ditë për ditëve sepse ajeti në Kur'an është i qartë. Me thonë fjalë të pavërteta. Me thashë themen është maran të Zotit Madhërisëm se sa me hangë mishin e gjenazës. E dini që Zoti na rujt. Me pa ndaj njeri që të hangë gjenazën, këtë reagojna. E selana, sepse është e pandershme. Allahu në Kur'an po thot, ata që shpifin, edhe fjallë këshia, të Allahu e kanë dënimin më të ranë se sa ata që hangë gjenazën. Çfarë alegorie, çfarë krahasimi. Dhe në ditë për ditëve dhe po e përfundoj, pejgamberi ka qenë të ecë rrugës. Dhe mbrapa ti shokët, disa ka fundi kanë fol fjalë këshia, por dikan që ishte në saf me pejgamberin. Dhe kur nalen me një farë ledine, qëllon rasisht një shpend që kanë ngordh. Edhe Resulullah thotë, o jo dy. Thotë, deni ka përpara. Thotë, po Resulullah, çka? Thotë, a mune hani këtë mish të ngordhur? Tha një Resulullah, nëse hana, qysh ja mish e ngordhur? Thotë, vallahi, erë Gjibrili dhe më tha, ja Resulullah, që ato që po shpifin mas shpinës tane, e kanë maran të Allahu Gjelle wa Ala, se sa me angë mish e kësaj cëftine. Ka që është e lamë, nëzër. Të Zotë i Madhërisëm. Ajë që ja kam sy gjennetit, aje matë mirë këtë qështje. Se s'ki ku me shku, ma je men. Letë flasin kush do, qësh do. Kjo rrugë përfundon në dy mënyra. Që kjo rruga jetës që me nësot, o ka me përfundu në gjennet, që sënojmë si të përnesh, o ka me përfundu në gjennet, s'ka mesatare. E ti e ki shansën në dorë, është me ba, që ka dush për jetën tonë, e tu për përfundoj për shakohës, walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatiha.